Largimi masiv i popullsisë në Vlorë ka bërë që vitet e fundit në qytetin bregdetar të mbesi vetëm mosha e tretë, me të rinj që kanë marrë aratin në drejtim të shteteve të Europës dhe jo vetëm. Mosha e tretë janë ata të cilët vazhdojnë ende jetesën në këtë qytet. Pjesa më e madhe e kësaj moshe, si pjesë të rutinës së tyre të përditshme, duke shmangur monotonin dhe duke kaluar kohën e lirë, shëtisin në lungomare. Por në shëtitoren e Vlorës, si shtregojnë edhe ata vetë, vjetre prej tyre një anomali tepër e madhe. Në projektin e krenarisë së Vlorës mungojnë stola shlodhës, duke bërë që pensionistët të moshuarit siç pohojnë të mos kenë një vend se ku të ulen, të qetësohen, qofte edhe për pak minuta. Stola? Po pa tjetër, po ka ore stola ja. Po të fillosh ne dhe poshtë ka stola. Te ujtë e ftot. Te ujtë e ftot? Po mirë është të kesh. 8 kilometra. Po jash është më peti se prap gjë e mirë është, ato dy shkallët që janë aty, të ulen të për shefin e tyre. Edhe atje ka, stola ka. Bravo, një karton atje edhe, ba jo është bukurie ma, të ta gjesh. Po shaj që Vlora sa me bukur të bëhet mirë, po që ka vënde për të pushuar. Pa tjetër edhe në Qoret dhe Veshka plazhi vjetër ka stola në rrugë, shumë të mirë, janë një 6-7. Ka dhe qarkullim të lartë? Ka, edhe ande ka qarkullim, po shumë prejtë si e dynjaja, po ka, edhe e mira s'ka full të bëhen, shumë mirë të bëhen. Mungesa e stolave shlodhës ka bërë që qytetarët në lungomare, por edhe në shumë bllojshe banimi, të ulen mbi bordura, mbi gur, mbi betonin e ftohtë. Në shëtitore takojmë sot një çift bashortësh të cilët e frekuentojnë tepër këtë zonë dhe gjatë shëtitjeve në shëtitore shpesh ulen për pak minuta qetësi, por nuk kanë zgjidhje tjetër se sa të ulen mbi shkallë apo edhe mbi beton. Ata i shohin stolat si tepër të domosdoshëm dhe i bëjnë thirrje institucioneve lokale të mund të vendosin shumë të tillë kudo në qytet. Stolat janë të nevojshme, duhet kishte patjetër në anën e derit e këtë tuneli, për arsye se moshatarët nuk kanë pse rrinë këtu. Të rrinin në stola, më të qetë, të soditnin edhe detin, edhe jodin, edhe të gjitha. Hala këtu nuk mungojnë vetëm stolat. Këtu mungojnë shumë gjëra. Për mua, të ishte një kujdesi veçantë për gjelbrimin. Edhe gjelbrimi që është ndërprer, duhet të riparojnë ato vënde që janë tharë pemët. Edhe për pishat e kam kryvën, po, që janë gjatë lungomare, si shikojmë dhe na vjen keq në ato vënde që janë tharë dhe nuk e zvendësuar të paktën me një tjetër që i reziston më shumë kripës, sepse ky është edhe mendimi i përgjithshëm që kur lodhesh paksa, ulesh. Kush plodhesh në lungomare? Ja, e shikon. Pse duhet ulem këtu? Bura, shkallë, beton. Duhet ulem. Gjë e bukur janë shkallët, po stolat duheshin më mirë. Tashti stola duhet kishte, po edhe keq nuk është me ato që ka pak. Po kjo është shëtitore edhe stola qarë të themun duhet të kishte, po rrallë. Se ka dhe shkallët, edhe shkallët janë domosdoshme, ala ka dhe shkallën, ka dhe klubet, ka dhe... Po duhet njeri e ka mundësin të rinë në klub. Duhet këtë, për mendimin tim rrallë, në këtë pjesë deri te ku i ftohet. Që mungojnë. Kjo situatë nuk është vetëm në lungomare, ku në bllojshet e banimit, në Paqe apo edhe Lulishte mungojnë stola shlodhës. Shumë prej lagjeve të Vlorës nuk kanë stola, nuk kanë një vend se ku mund të ulen dhe shplodhen kryesisht mosha e tretë. Madje shumë bllojshe të banimit kanë sot një lulishte të ndërtuar në to, një parë shlodhës, por pavarësisht kësaj, në këto lulishte mungojnë stolat.